nderuar pjesëmarrës. Mirë një ardhur në këtë takim festiv në rastin e 70 vjetorit lindjes së studiusit tonë të njohur Mark Parnika dhe njëkohësisht në promovimin e disa prej librave të tij të fundit. Më lejoni që së pari ftoj në panel profesor Plum Gjufin dhe studiusin Nikol Leu. Sot është një datë e shënuar pa dyshim, një ditë e veçantë jo vetëm për Mark Parniken, por edhe për ne gjithë që jemi pjesëtarë të sallë, për gjithë bashkëpunëtarët e tij në fushën e studimeve historike dhe albanologjike. Mark Parnika ka dëshiruar vazhdimisht një ceremoni modeste, qoftë në promovimin e librave të tij, por edhe sot në festimin e 70 vjetorit të lindjes këtu në Tiranë. Një ceremoni modeste për një njeri që modestinë ka dimension qenies dhe të karakterit përkundrejt kontributit tij të dëshmuar dhe të pamohshëm, sidomos të këtyre 20 viteve të fundit. Si veprimtar shoqëror, si krijues, si promovues të vlerave të rralla vetare dhe patriotike, si identifikues dhe kërkues i palodhur për rrënjët e identitetit tonë kombëtar. Nga gjuma shqipe, tradita kulturore dhe etnografike, vlerat njerëzore dhe kontributet e figurave më të shquara të historisë kombit shqiptar. Si një mjesht e ulëtimit të dokumenteve autentike, si një dialogues që gjithmonë e mbështet tezën dhe parashtrimin e tij vetëm në logjikën e ftoftë të dokumentit, të zhvuluar dhe të nxjerrën pa nga thellësitë e mistershme të arkivave, ku ai ka mundur kohët e fundit si askush tjetër të futet, të fshihet dhe të nxjerrët përfundojë materiale dhe përfundime të rëndësishme, të cilat kanë ndikuar dhe do të ndikojnë në të ardhmen, duke sjellë ndryshime të qëndrueshme në trajtimin vazhdim të shumë çështje me karakter historik edhe jo vetëm. Për te modestisë, ankthit dhe stresit të smundjeve, ai qëndron gjithmonë stoik në kullën e tij të leximit, përkthimit dhe të përpunimit të dokumentave, duke përguzur frikën dhe këshillat, ai çdo ditë nxiton sa mund ritmin agresiv të kohës, të marrë nga çdo çast mundësi dhe të kthejë në vlera momentet magjike historike, duke i shndruar në libra dhe volume të panumër, me mundësinë dhe pasionin dhe energjinë e tij për Sizifit. 70 vjet natyrisht nuk janë pak, por nuk janë as shumë. Është një çast në lartësinë e konsiderueshme të jetës. Parnika ka autuar me gjitha mjetet e mundshme në kohë, ka ëndra e tij, jetësuar tashmë në rritet dinjitoze, me zellin, krenarin dhe besimin për bohemi që fluturojnë në kërkim të së vërtetës në shtigjet e historisë. Pas shëndet Mark Parnika dhe lumturi familjare, ndjehemi besoj gjithë lumtur që ai është midis nesh, gjithmonë e mëriri, me fjalë dhe prezencën e tij të bekuar. Ju falenderoj. Do të japim fjalën së pari studiuesit Nikol Leu. Të nderuara familje Parnike, të nderuar pjesëmarrës, është kënaqësi që ndodhemi këtu sot për të festuar 70 vjetorin e mikut tonë Mark Parnik. Një personalitet i njohur ka thënë, të jesh 70 vjeç i ri, ndonjëherë është fakt më i gëzuar dhe më shpëtzues se të jesh 40 vjeç i vjetër. Njerëz të tillë kemi edhe me Mark. Është momenti për të kujtuar atij se mosha është thjesht numër dhe pas 70 vjetësh, studiuesit me emër, shkrimtarët e artistët do të njohur, specialistët do të mirë të gjitha fushave në këtë moshë i kanë krijuar veprat në të mira. Pra, për disa njerëz që unë do të konsideroje me fat, mosha 70 vjeç është një stacion për më larg dhe jo një kult.
Një mik në urimin e tij për 70 vjetorin e ka quajtur Marku njeri me fat. Duke qenë të njëjtit mendim me të, dua të shtoj se për të qenë fizikisht aktiv dhe plot energji për punën në këtë moshë, Marku ka kaluar shumë peripeci e pengesa që kanë lidhje me gjendjen e tij shëndetësore, lodhjen dhe stresin që ta jep vetë angazhimin i madh jetësor. Për t'i ka përsyrë këto pengesa, ai ka pasur mbështetjen e pakursyer të bashkëshortes së tij prenës dhe të dy djemve, Dritanit dhe Skerdit, si dhe familjes së gjerë, vëllezërve e motër. Marku është ndër ata njerëz që kanë gjetur që në krye të herës një ekuilibër në jetën e tyre, duke harmonizuar detyrat si familjar me ato si në punës, specialist, qytetar e veprimtar shoqëror. Jo vetëm me shembullin e tij, por dhe mendimin e tij drejt për drejt, ai shkolloi dhe futi në jetë motrat e vëllezërit e tij. Qytetar të nderuar e suksesshëm të vendit dhe bashkë me prenën kanë dy djemë suksesshëm në pozicione të nderuara shoqërore. Mark Twain ka thënë, ditët më të rëndësishme të jetës sonë janë dy. E para, dita kur kemi lindur, dhe e dyta, dita kur zbulojmë se pse kemi lindur. Ndonjëherë është e lodhshme kjo dytë. Është e vështirë dallosh atë që me të vërtetë na ngro zemrën dhe na e bën ato të rrahë. Por vjen gjithmonë një kohë kur ndjejmë një pasion apo një kuptim në jetën tonë. Marku e zbuloi shumë herë pasionin e tij, që në fëmijërinë e tij ai shprehoi një dashuri të madhe për librin, si dhe vëdalluar për shprehjet e prakticitetit të cilat i dëshmoi në së miri në profesionin e tij të inxhinierit, në trevën e tij të tërpojës, ku u bë një kuadër i suksesshëm. Prandaj, nuk është rasti që për shërbim të shquarëm ndaj komunitetit tropejan, Bashkia e Brendësurit para disa vitesh i ka dhënë titullin e lartë qytetar nderit. Marku si inxhinier dhe pastaj kryeingxhinier i ndërmarrjes parkut të mallarëve të tërpojës, ndikoi në realizimin e detyrave, në kualifikimin e punonjësve, në ruajtjen e aftësisë teknike të automjeteve. Por, aftësitë e Markut u shprehen më qartë dhe më mirë pas kalimit në rimtari private. Ai krijoi autoshkollën Palnikaj, njërën ndër më të mirat e trevave shqiptare, qendër kualifikuese për autoshkollat në Shqipëri, Kosovë, të shqiptarët e Maqedonisë e të Malizi, si dhe qendër praktike për studentët e djegjes makinave në universitetet tona. Mark Palnikaj blerë dhe shfrytëzoi programet kompjuterike e manualet e fundit të teknologjive më të reja të kontrollit të automjeteve në botë, stëllumjo me sistemet e reja të digitalizuara të kontrollit dhe riparimit tyre, të cilat i ka përkthyer në gjuhën shqipe dhe i ka shpërndarë te kolegët, duke dëshmuar veten se po e ndjek progresin shkencor në bimësi. Në kushtet e vëmëtarisë së lirë, të takimeve me njerëz shkencës së kulturës, kryesisht nga fusha e banologjisë, krit natyrsh, Marku njoh me dhëna të reja për Shqipërinë, të cilat e nxitën të bëj hullumtime në për arkiva dhe bibliotekat e rëndësishme si Vatikan, Rodo Ferrata, Napoli, Venecia, Fermo e tjerë, ku ka gjetur të dhëna të rëndësishme për Shqipërinë e shekullit 15-20. Krahas së vëmëtaria, ai ka siguruar botime dokumentare studiose për ardhës, si Zë Valentini, Injas Zamputi, Teter Bartët e tjerë, në mënyrë që të bënte një punë të vlefshme e të mosmerrë me dokumente që tashmë ishin sjellë në Shqipëri. Marku shfrytëzoi avantazhin e njohjes së gjuhës italiane, por jo punës për të zbërthyer misteret e transfiterimit, pra studioi dhe paleografinë, duke fituar në mënyrë autodidakte aftësinë për të kaluar materialet e shkruara nga kopisët mesjetar në gjuhën e vjetër italiane për t'i kthyer në gjuhën moderne
të sotme, duke ruajtur integritetin shkencor të dokumenteve. Një punë kjo me shumë përgjegjësi, e cila kërkonte edhe konsultimet shumëta. Ku do të përmend konsultimet me specialistët më të njohur të kësaj fushë në vend dhe jashtë: Plum Gjufi, Francesco Aldimari, Matteo Mandala, Loro Govrano, Odret Market, Lucia Nadin, Lavia Trancioli e tjerë. Marku ka meritën se ka pasuruar bibliografinë shqipe me dokumente të reja, të cilat hedhin dritë mbi zhvillimet në Shqipëri. Këto dokumente i ka botuar dhe tani janë prunë e lexuesve të interesuar. Përmendim vetëm disa, si letërkëmbimet e Skënderbeut, relacionet e Qifengaskut, relacionet e Giacinto di Sospelos, dorëshkrimit e Buçarelit e tjerë, që kanë vlerë të madhe njohëse. Edhe kur në të reja studimore e Mark Panikaj paraqitet në vepra origjinale si në rastin e monografisë për kultin, ajo i jep një vlerë të rënjose për shkak të dokumentacionit të pasur arkivor që paraqet. Librat me materiale arkivore nga Vatikani dhe arkivat e tjera në Itali, të përgatitur nga Mark Panikaj, po citohen sot nga studiosit kanë në teorë dhe përbëjnë një vlerë në studimet e sotme albanologjike dhe një vlerë të shtuar pra për bibliografinë e sotme shqipe. Marku nuk e ka thënë akoma fjalën e fundit, ka disa vepra në plak të botimit, vepra të tjera janë në ndërshkrim. Për gjithë këtë punë, në vlerësim të ndërisë së tij profesionale, kulumtuese dhe shoqërore, Marku vjen akorduar deri tani 22 mirënjohje shtetërore dhe nga institucione jo shtetërore, institute, fondacione, qendra studimore brenda dhe jashtë Shqipërisë. Përmendim datën të fundit, me rastin e 70 vjetorit të lindjes, Pati i Shenjtë Papa Francesku i dha bekimin apostolik. Me këtë rast, për ta dhënë në mënyrë ceremoniale këtu, ftoj profesor doktor Angelin Shtifni, presidentin e Pax Romana Dega Shqipëri, që ta dorëzojë shenjën e bekimit dhe të mirënjohjes së Papës Mark tani. Edhe kam pas rastin të vërtu me te edhe është parë në marketin në komandë. Kam me ti mahnitur nga bukuria letërore e asaj zone. Edhe formacionet të ndryshme, teologjike, ide për të punë diskutohet dhe me profesor Kavaliu Durin edhe shpota unë i kam pa. Po ma bukër e ishe që kur shkumë të afër zonës ku Marku ishte zbritur për herë parë me valitë e unë, i thamë Mark, si ke shku t'i shumë, po që unë atja shku da thamë sa shpageran, po si dhe jegër, tha, t'ju pjesë me kamë me durë, po me gjithat e atë s'ka do asë një aksident. Ashtë të vërtet që Marku për në fason me këtë përmërim që ka thonë, të shpejt, kjarë banë, që në mos pas viteve, po si ka mu shposhën 55 vjeqare. Kur filloj të nadet me këto studime. Edhe Marku është si, të rëmanë, nuk e ka morë në të unë e akademikët, po si stonë Viktor Hugo Hector, nuk e dha titullën e Akademia Franceze, por ja dha populli. Ky është një akademik i popullit. Ashtu si shku në këtë dhe shumë akademikë të tjerë. Që ju rëj, jetë gjatë, ta kaloj i që tjetori, edhe ta gëzoj të dekoratët të Papa Francesku. Do të amërë shërru në i dekoratë po i ashtë morë në më kadrë, se ka këshu ka një thërnjë që unë bërtet kam qenë profesor i Marku, po thoi që nuk është profesor, ai që nuk pregatit studentët që t'ja kalojnë profesor.
shikove, hajde ujme, ma. Edhe 100 ditë të tjerë. Dhe në fund, për ta përfunduar të leximin në material që kanë përgatitur, i bashkëpunimi profesorit, i uroj jetë të lumtur, Marko, sa më gjatë takimin me sintonë, sa më shumë vepra të tjera cilësore të vinë prej tij si kontribut, sepse Marku e ka të lidhur jetën me punën. Ai nuk mund të jetojë ndryshe. Duke falenderuar për aftësit, edhe duke u dhe Mark Palikën për titullin e lartë, joni tjerë fjallën profesor Tonë Gjukit, i cili sigurisht të nësirë një qasë tjetër për figurën e Mark Palikës. Një dita gjithë, edhe unë shumë përzemërsisht i uroj Markut të 70 vjetor. Uroj Markun, uroj familjen e tij, bashkëshorten, dy djemt, fëmijët e tyre, dhe dëshiroj nga zemra që Marku të vazhdojë këtë angazhim të tij në ndriçimin e historisë Shqipërisë, posaçërisht të zonave malore të saj veriut, të cilat realisht kam pasur një deficit për sa i përket botimit dokumentacioneve, por edhe të shkrimit të historisë. Në këtë kuptim, Marku, siç e tha Nikola, miku im, ka dhënë një kontribut origjinal, sepse ka shkuar, ka punëtuar në për arkiva, duke filluar në arkivi sekreti Vatikanit, por dhe në arkiva të tjera, të famës dhe në Venedikut, ku kemi qenë edhe bashkë në një rast, dhe i ka botuar, i ka dhënë dispozicion dhe do të them që të botosh dokumentat, sidomos dokumentat kësaj natyre, që kërkojnë edhe njohjen e paleografisë edhe gjuhës së huaj, është një lloj altruizmi që bëhet, sepse bie në dispozicion të botës akademike, të studentëve dhe të studiuesve të tjerë, në mënyrë që të historizohet gjithë kjo masë vëllimore që është botuar. Tani, në fillim, kur jemi njohur me Markun, u prezantua si inxhinier, edhe thash ç'ne një inxhinier të merret me një studim dhe me një fushë kaq specifike, si është ajo e botimit dokumentacionit mesjetar dhe i shkrimit të historisë së saj. E njihja nga libri i tij, monografia e tij për Putin, që është vepra e tij e parë shumë e rëndësishme, por nuk e dija që ishte në fakt inxhinier. Dhe më çuditi pasioni i jashtëzakonshëm i tij në çdo bisedë. Tani ne e dim nga historia, profesor Meritani, që shpesh nuk kanë qenë të fushës ata që kanë bërë zbulime të mëdha në fushën e historisë, të arkeologjisë, kujtoj Schliemannin e famshëm e Sadiu, nuk ishte profesionist, ose Fugeri, tregtari i madh gjerman që i dha udhë të studimeve në fushën e bizantinistikës. Dhe bëja këtë paralelizëm sa më shumë që kalonte koha. Dhe realisht, Marku ka bërë botime jashtëzakonisht me vlerë, jo vetëm monografia që tash, ka bërë monografi të tjera, që nuk lidhen gjithmonë me mesjetën, por ka botuar dhe dokumentacione që thash, të cilat sjellin elemente të rinja për çështje kardinale. Për shembull, po kujtoj Sospelon përmendi Nikola, Sospelo ka një raport të viteve 1630, ku përmendet me sa diun për e parë fjala shqiptar. Fjala shqip është përdorur, por fjala shqiptar përdoret në relacionin e këtij Sospelo. Mjafton vetëm kaq, si thuhesh, që e justifikon mundin
që ka hequr Marku për ta gjetur në arkivin e famës materialin në fjalë dhe për ta botuar, botimet e tij bëhen me shpenzimet e xhepit. Pra ai e ka traftuar profesionin e tij në atë masa që nuk jeton me kë, po jeton si thua shpenzon për këtë pasionin e tij të jashtëzakonshëm që ka. Kush e njeh Markun e di që me Markun po ule për kafe dhe ulem shpesh, nuk ka muhabet tjetër, po është i fokusuar pikërisht në këto të punës së tij, në si hulumtuese së djuesi historisë. Aq shumë flet për to, sa që është bërë i mërzitshëm. Ta kam thënë, sepse njeriu ai studion ato dhe unë, po ato të mijat që nuk jemi fort larg, dhe kur takohemi, bisedojmë për sportin, bisedojmë, po ditës bota marrë, të flasim mbi miqike dhe aktualitetin. Është e pamundur, do me thënë, bëj ka nxisur që të devijojmë një qikë, bëj një muhabet ndryshe, është e pamundur. Nuk e qikon, është pasioni tij, i cili bën që t'i vjen i qafë në njerë, jo vetëm xhepit si thash, po edhe shëndetit të tyre. Unë këtu do i kisha, si thua, është një porosi, me qenë se i kam kaluar 70 vjetorin e kam bërë para teje, do me thëmë, me lejohet që të japë. Duhet të gjesh të balancë më të drejtë midis punës, angazhimit edhe shëndetit. Unë e di që familja jote, bashkëshortja e tjerë, insistojnë, kërkojnë të mbajnë edhe unë, me atë modestisht edhe unë, ta them vazhdimisht që duhet të japësh edhe shëndetit të qikë, në mënyrë që të bësh dhe të 80 vjetorin, me 90 vjetorin, edhe jarabi edhe një 100 vjetorin, gjithmonë kështu si qje, me mendje të kthjellët, me pasion të jashtëzakonshëm, me vullnet të jashtëzakonshëm dhe me rezultatet që ke arritur deri tani. Edhe njërë, urime, shëndet edhe sukses. Falenderoj profesorin për fjalën shumë të ngrohtë. Ftoftojmë profesor Leritan Cek. Përshëndetje gjithëve, unë përvajsoj sot burokracinë e Akademisë Shkencave të isha valjetë në emër të Kryesisë, Akademisë e Komisionit Historisë. Do të uroj zyrtarisht 70 vjetorin Markut, duke vënë në dukje që me të vërtet mush 70 vjet sidomos për Akademinë e Shkencave është vetëm fillimi. Nuk është në një etapë shumë e avancuar dhe si inxhinier ai e di që ka dhe një fenomen Mark, ka nga fizika një shpejtësi, një tretësi e nëzitueshme si po, kjo. Edhe kjo është që ndodhë me Markun që ka ndodhë me pullonin dhe që kur kalon një farë masë, në vend që të frenosh kamidenti, frenat edhe kjo ndodhë edhe shikoni vetëm shikosh. Botimet që ka bërë Marku janë pikërisht ky fenomen, që me mosh njeriu mundohet që të lërë sa më shumë gjurmë nga jeta e tij, të bëjë një bilanc pozitiv, sa më pozitiv të asaj që ka bërë gjatë gjithë jetës. Sidomos, në rastin e Markut, kur interesi i tij për historinë, që është një interes konkret, unë janë sikur të mbetet për jo për vite, jo për 10 vjeçar, po do kaloj dhe shekull pikërisht se dokumentin vetë. Nga njërë artikull, edhe libra studimor, vjetrojnë dalin jashtë nga agenda akademike, por ne akoma me dokumente botuara nga Valentini, që kanë kaluar 50 vjetë dhe janë të pazakonshme. Kështu që gëzojmë gjithashtu që jemi në një familje në 3 raste të poja. Ai i ngushtë i pari, familjes, jemi sigur që këtu janë nika i vërturën, nuk përtem Tropoja, sepse është një zonë e pushtuar nga Tropoja, është një zonë identitare e veçantë duke qartë, edhe
nuk është një provokim, por me idhën kam kohë që me marrë mundua ta shoh dhe zona e vetë me Shqipërisë ku kam shkruar. Po për një arkeolog është diçka tjetër. Dhe edhe është rreti më gjerë, rreti i tretë është ai i studiusve, të cilët nuk është domosdoshme të jenë pjesë e institutit, jenë pjesë e Akademisë Shkencës, që thatë Ullumi këtu nga njerë ata që janë pjesë e këtij rreti, e kësaj familje të tjerë, ku interesi për historinë në këtë rast vjen nga të dashurit e botës sanë, si të thonë të Jon Buzuku, pra nga dashuria për vendin, për Mikael Merkurin, për Tropojnë që më gjerë, ku ka dhënë një kontribut veçantë dhe në vitet e para të karrierës tij dhe natyrisht për Shqipërinë dhe për shqiptarët që më gjerë të ajo që të në Republika e Shqipërisë. Dhe këtu natyrisht që kam dhe përvojën time personale me Marko Shqipëtit më thotë. Në rritan do të është një zona dhe nga Bërari, edhe janë në kam parë se shkisha e famshme e Bërarit atje, por janë dhe ca gjeti që mi të regoj dhe në kështë të quar një shatar nga zona dhe kemi bërë një ekskursion duke në gjitur në pjesë shumë të vështire që në fund, për erdhë një, unë gjitur një 100 metra sipër në për dushke, në për dëllenja atje dhe në fund më thotë e di që kam bërë një operacion shumë të apër. Do vite një po këtu që në duhet heroizm me i mënd edhe kjo këtu binda që pasioni i historianët nuk kushton ka një lloj komoditeti arkivi pavarësisht nga vështirësitë e veta që vetëm ata që punojnë me dokumenta e dinë se do të thotë, por e kam parë që edhe në terren dhe atje ku ka diçka për shpjeguar nga historia Marku është jeton prezent. Duhet edhe një herë ta uroj, ta inkurajoj në këtë drejtim ku edhe jam një pjesë këtij treni që pa benzin, pa shina në herë, hecën përpara me ato mësitë e veta. Mark shumë vite, me shok, me miq, me familjen tënde dhe me interesin tënd trashor për historinë. Në radhash për Markun, na tregoi se si ndihet 70 vjetorin e tij edhe në këtë mjedis kaq të miqësor. Falenderoj gjithë nderuar profesora edhe miqë e shok edhe familjarë që erdhët në 70 vjetor. 70 vjetor nuk është një gjë shumë e madhe, se gjithmonë në 70 vjeç, por mua ka një kuptim tjetër. Në moshën 56 vjeçare jam shkuar në spital në gjendje shumë traumë dhe master në radiografisë. Dhe kom përgatitur materialin për skollet, to të flasë të më vjen shumë mirë me folë dhe si shma prezenë. Më shikoj që isha 98% blokuar, si shumë thamë njërë në Gjermani, në 10 nivela nuk shpëtën asë një, pra je rasë një kartë. Dhe atje djali, ishte personi më janë si shmishën vëzë, gruja, miqë, dhe gruja, edhe shokë, pa fund. I thonë djali të në afirmos se dhe të afusin sot për 60% është vlerë, për 20% është një gjallë, që do të është në qosë, o këtis janë duar mësë në vajtë përgjëjësia ta. Dhe djali e afirmos. Kishë afirmos edhe ju. Vjen vlaj gruës, thotë jo, e grisa, letën thotë, Marku në duhet 100% një gjallë. Edhe shkoni nga gjithë një këtë Tiranës, në darë, si më lëzët për shpia e vjen aty, njëra ati se se vanin, e falë në rektorit tjetër, dhe më shpëtuan gjallë. Dhe qysh atjere, kam qenë 56 vjeç me 2 që shërë në 2010, e deri sot, do me thonë, kam pas status lyshe në familje, ma kanë festu të tjenë, se në 2002 të shkjo dhe. Tani, rasi 2, shkova me Covidin. Me Covidin nësë mora shumë keq, rash 15 kg për 7 ditë, thonë me quaj, thonë, gjani kishe njohje me njerëzit, atjet njerëzit, thonë me quaj ose në Turqi ose në Itali, me qartër. Thonë nuk përndodha,
ushtu djali me mua 15 ditë në vogël. Ka me djali që atëherë ishim në Moskë dhe të ishim si me qenë në koljerë, ka në shtu me mua dhe e fitova jetën për herë 2, pra janë 2 herë limër nga vdekja, e sigur. Dhe këtë 70 vjetër, nuk kam thirë shkretare nga ministria, nga parlamenti, nga... Unë e kam thirë familjarë dhe mishë. Unë të shkët gjithë taj të mishë, unë mishë kam shumë më tepër se sa kam të mësallë, por kam thirë ata mishë me cilët pak të njëherë një pi kafe, dhe që bashkëpunoj për punimet, që marrë telefon që marrë, shkëmbej mesazhe, shkëmbej artikuj, shkëmbej materiale, shkëmbej dokumenta. Tani midis të këtyre do të veçeja 3. Njëri nuk ka pas mundësi më ardhë, është një Logro Gabran, është një kroat, i cili është shumë i kvalifikuar, me 5 gjuhë huaja, bil latinisht, shumë mirë, dhe ja kam zi jetën. I qej dokumentat, dhe kur nuk më thanë bezdisën, lodhe, mi përkthene, mi qëne, mi mone, ka mirë, të keqe, kur së më ka zëndruar. Kam edhe 2 tjerë, që ata fatmirësisht i kam sot, kam thonë gjufin edhe Anila, shëshën e gjithë, Anila u majë. 500 herë në qëtë dokumenta dhe kur më ka thonë një bezdise, një mërzite, kur, se në më thonë unë e të vishem, në të shqetsej ma, si shmojnë edhe ju, po kur më ka thonë një bezdise, ma më kanë në mua, edhe që të mojë edhe një ta dhe ky, po tani e si janë tu, me të gjithë, sa i më shkojnë në sy, me gjithë kam pi kafe, patën njerë në nga mi, ju kam mishë, dhe kam thirë, familjar dhe mishë dhe më mirë se me festu dikimin me mishë dhe me familjar, nuk ka sësi. Tani, une e kam do përri që tjetë 25 minuta të arkivi dhe një orë, mos me bërë bezishën, edhe me më një ideja ishte që me prezentu dhe libra, që për i bëna e mësjaj, une po është minutat, pa ju bo më mërzit, dhe u prezentej shkurt, ato librat më të nësishme që këmë bo, se nështë a dikush ka interes edhe me ditë se qa përmbajnë dhe qa vjejnë ato libra. Vitet e parë këmë bo libra për teknikën, edhe për fakultetin, edhe për autoshkollat, ato janë libra teknike që janë shqip shumë, për nuk kanë dhe interes shumë ma historike dhe shkëmësorë, për libra punën, nështë ato kanë interes edhe unë këmë marrë me prezentu vëzëm ta. Janë bukur shumë aty, po dhe t'i bëj e shumë ta për 8 minuta ose 10 minuta, nuk dhe ma shumë. Libri njës në nëgërë, të kemi përgjuhë 5 e po për 550 vjetër, po marrë letra atjes në nëgërë të në arkivën e Vatikanit, e kam përgjuhë me licencë, sepse ata që dhudi shumë në që se publikon pa licencë, dhe i kam publikuar, shumë i ca e kanë marrë, është një libër shumë i çuditshëm sepse është pa imagjinuar para 600 vjeç dhe pas aso inteligjencë në këtë aso përgjigje është diplomatike që edhe diplomatë sotshëm nuk dinë as një me shkruajera që më është këndshme. Nuk po e bëjmë të kemi marrë, po 4 herë. Po, libri është sospena. Dokumenti sospelës e këmë mojnë fermo, që është 510 faqe dërshkim. Ka qenë kufitit pa mënës për të bënë, sepse shkimi zyrtar që i ka më akademia është 80 euro një faqe për më transkribuar. Dhe në Shqipëri nuk të avon të kurkush. Une nuk isha lek, dikush ka bënë një sasi minimale lek, që ka bënë italian, të dhe ma kanë bënë, për 6 muaj ma kanë bënë. Pas e kemi përkëthyje dhe libri të ashtë ka marrë këtë formë, e kemi bëna sa që kjo është libri në formë përfundimtare, ku qëto fletë është me ngjyra këtu është transkribimi, këtu është e përkëthyre Shqipë. Është që dëbëtohet brenda muajit tetor 2024. Ky do ta keni ata që i interesojnë. Ju edhe këto flasim më shumë vetëm që ky është 510 faqe për shekullin e 17, nga 1 januar 1600 dhe 1 januar 1700, është libri dokumenti më rëndësishëm, sepse ka shkruar për 18 vjet histori e gjithë pjesës Shqipërisë që në ato kishte Kisha Katolike. Ai ka qenë vikar apostolik i Shqipërisë për 18 vjet. E lidhur me ato,
dokumentat për butin e programit profesor Zumi, për të më punë 8 vjetë, 14% në dokumenta që vëtorë për e të parë, Djeceza Dusit, Djeceza Levi, Djeceza Shkodës, akoma nuk e kanë një libër në historinë të Djecezës, Djeceza Putit me vendim Papa John Paul II në 2005 është mbyllur dhe nuk ekziston më mas 1300 vjeç është mbyllur. Dhe nuk ekziston më si Djecezë, është një histori modest, sa tjetër libër i rëndësishëm është Fjalori i Lukës nga Montegjona. Ky libër unë e kam gjetë në Todi. Në Todi, në qytetin e Todit është një qytet i vogël me 5000 banor, dhe ato më thanë drejtori Radio Vatikanit, David Gjugja, e kishte para 35 vjeç e kishte filmuar me filma Bardazir. Edhe ja kishte dhënë Shkodër aty në Trekishës për me botuar, por filmimi Bardazir nuk lexohet. Edhe më bardhëmoi Vatikan dhe nuk bardhëu, mora një specialist në Itali, i pagova shumë lek, për ishte shumë specialist, edhe a i shkoj me në kuptimin dhe me në hyrën e të ambasadorit Montes, që i kishte shumë figur, e qumë dhe bani profesional. E bani 7 gigabajt, e bani profesional i një përsosur, që mund të zmatohet, unë e kam botuar, ky ka dhe 175 vjet i pa botuar, ka qenë në San Pietro di Montorio. San Pietro di Montorio është 3 km nga Vatikani. Aty është hapur në vitin 1711 katedra e gjuhës shqipe. Në Shqipëri është hapur në vitin 1947, në Kosovë në vitin 1974, në Romë në vitin 1711. Ka ndajtë hapur 160 vjet. Shqipja ka qenë një nga tërgjuhët zyrtare të Vatikanit. Ky që ka shkruar ka punuar 18 vjet në Dugazhin, në shalën shosh në për ato fshaka. Ma vone kanë marrë pedagog aty. Nuk e kuptoj se si kjo ka bon fjallorin dhe nuk ka përpunuar në Vatikan, që ishte veç 3 kilometra, po ka përpunuar një bibliotek, një fshat, ka përpunuar në Todi, as në arkiv, jo për një bibliotek, 170 km larg Romës. Kjo është botuar, por unë e quaj prapë bëtim gjysmat, do të me si ka bon Zimburga, fjallorin e Marja Dandeqet, do të me shkru edhe në gjuhën normative dhe në gjuhën e soshme. Do të me botu dhe herë me kujdes, por mundësi profesori Vinca që të dhe unë të minimum. Tu ka po librin e Libari për kryeministrin e Dugazhinit vitin 1910-1912, që ju e quajni kryeministrin e Shefqet Dërgut Pashës. Ai ka qenë, ka majt ditar. Studiosin në Shqipëri e kanë cituar shumë këtë libër, po kanë cituar sepse ka shumë kopja në Shqipër në vitin 1934, ka shumë kopja në biblioteka italisht dhe studiosit e kanë. Unë e kam pruar në Shqip dhe studiosit tani është një përkthim profesional e kam bërë së bashku me Antoni Berishën. Ai ka punuar 23 vjet në shefkatedrën në Universitetin e atje në Kalabri dhe e kemë bojnë, ka bërë dhe hyrën, kemë bërë dhe fjallë shpjegues, ka të më thonë materialin shkencor. E ka dhe është libër me standartin. Shka bërë për klerikët updatear, kam bërë me dokumenta që kam morë firmë dhe Loreto. Aty nga qenë dy universitetin që kanë nga 500 vjetë hapuna, kam shkoj për morë gjitha biografit, kam bërë sa biografi, kur të interesën në shetë. Kam bërë për librin italisht. Ky Libari ka punuar 25 vjet në Shqipëri, është Gjerman. Dhe është Gjerman për vërtetit, se thonë kërçar nuse për leske, nuse për vërtetit, ajo është Gjerman për vërtetit. Sa është Gjerman për vërtetit, sepse ajo ka punuar 25 vjet në për pushtim që është për të admiruar, ka udhëheq kryeministrin, por para se më udhëheq kryeministrin, ka udhëheq besimtar të vet dhe mas 6 muaj që ka në Shqipëri, ka filluar me shkruar për historinë e Shqipërisë dhe për zakonet të gazeta Misioni Katolike Esteri Milano, dhe ato artikuj janë marrës nuk janë botu kur. Rastisht i kam gjetë, janë 26 artikuj, i kam botu italisht, 50 kopje ja kam quë aty në Itali, biblioteka dhe të miqve që kam, e kam botu edhe në gjuhën Shqipe për kërësit, për Dugazhincit dhe për historian, është
e veçonte ati, po e thënë se nuk e të prua, jam brenda postë. E veçonte ati është se ky është i pari që është marrë me kanunin e edukazhinit. Ne themi është Shteti Gjeçovi. Shteti Gjeçovi është i madh, meriton me qenë i popullit, fatkeqësisht nga Shqipëria ka vetëm titullin Urdin e punës në Vrashit klasi 8, që është dhënë vitin 1962 me rastin e 50 vjetorit shpalljes pavarësisë. Ndërkohë që Shteti Gjeçovi do të jetë monumenti mes Tiranës dhe do të jetë krye popullit sa është bra për interesa kombëtare. Por për kanunin ai ka bë vepër monumentale, gjithë bota në për kanunin e edukazhinit është përkthyer në 10 gjuhë deri tani. Kam zona nga studiuese nga Mishtemi që po vazhdon përkthimi edhe në gjuhë të tjera, por fatkeqësisht ky ka punuar para Gjeçovi, kur ka bërë ky Kodicë civile, kodicë penale, Gjeçovi ka qenë Bosnë student, gjakuar, nuk ishte marrë shkollën. Dhe ky ka bërë, i ka duke vetëm një moment. Me qenë të sekta njerës, kishë ardhë nga gjinë dhe vërës e njerë dhe një majsor shumica, e nishtin deri brez shtatë me morë gjakun. Pra, gjallë kishte vrarë njëri, ta është vinde brez të pushrimin që ishte në brez shtatë. Një marri që është e pa imaginueshme, sa i brez shtatë, fletas me gojë. Edhe ky thot i mlodha baraktar, thot, edhe i bona thot, që mos me marrë gjatë e brez shtatë, po me marrë për tim. I bona thot, me nëshu 15 nene. Edhe i nëshu 15 nene, i kodifikoj i bëtoj që janë këtu që Gjeçovi si ka përmenas, a i Syria Popocë si ka përmenas, a i studios tje që ka qenë Paldo, që as ta që në moras Julia Ivanova se kanë përmenë fare këto, dhe ky kishte bë 50 nene dhe thot, masi bona thot, baraktar, 12 barakë të kaqin, me nëshu kanunin, ishtina me bë dhe ben kish që do të azmatonin. Dhe është një libër mjaft interesant. Tashi, ka janë edhe dy pari, thonë edhe marruar, këtë shumë të të përsket shumë. Kjo është libri relacione për shekullin e 17, ka shumë relacione ka vërtuar i në zamputje tjërë. Ky relacion 250 faqe kishte merë i pa botuar. E kishin botuar një kopje të cënguar me 50 faqe mamur, vetëm në gjuhën italiane të Judit Dritës në vitin 1930-31-32, 14 numra. Dhe kishin botuar 100 gabime. Këto gabime unë s'kisha lindur akoma, s'kisha lindur kuj denëncoj Fulvo Kordinjanën. Ta libri që keni vërtuar, tha, i ka 100 gabime. Edhe i bëtëj të ajo për Domenico Pasin, të vullimi 3, faqe 327-331, janë gabime të shënmora, kush libri është edhe italisht edhe shqip, është edhe internet është edhe një shumë. Shumë ta shikoni, ishte edhe 100 gabime, unë e mora në Napoli, e transkribuova atë që kemi po atje, bona transkribimin tim, dhe dojnë që kishtë 670 mos përputhje. Mos përputhje për i thëmë një djarës budur, kishtë gabime. Këto gabime, nga i herë nuk kishtë në rëndësi, po nga i herë tjetërsoni krejt kuptimin e dokumentit. Dhe ishtë krejt i gabur, e kam bëmë me asistencë me profesora, është bëtimi 2 gjuhësh, edhe italisht, edhe shqip, ka marrë 8 dokumenta tjera të pavotuara nga Zamputi, janë 9 dokumenta për zonën nga Tirana e Sibër, ja kam quë Petër Baltit njës pas, a i më tha mua, kemë për bëmë punë të mirë, sa në versionin 2 gjuhësh, për bëjë edhe të tjetër versionin 2 gjuhësh, edhe kanë të bëjë versionin 2 gjuhësh, a i të kishe shkërga tjetë, tani po të përvejë për vlimje gjartë që e da pa bëmë për Kosovën, i do morë 4.600 faqe për Kosovën që besoj që mërëna 2-3 vjeç dhe arita bëjnë dhe diçka. Nuk e nëse sa më bëjë sepse në punës dhe është me po fillu punën e kam. Kam edhe këtë dokumentin tjetër. Kjo është një dokument, një libër që ka lodhë një trazije në vitin 1866-1868, ka lodhë një përplasje fetare në diocezën e Shkupit, në Prizren, në përplas katolikë e musliman. Dhe
aty ka qenë Keshbi, Dario Buçareli ka qenë Keshbi shoshit, dhe ja ka dërzu Pal Berisha, si cilën e ka mytin parti dhe ka shvarosën shësh, ja ka dërzu edhe, kur ka dërzu, ja ka dërzu 3 kopje për shëtërfale, dhe të gjara që i ka thonë gjitha, po gjithësijat kishë dhe biblioteke, 94 libra, dhe 94 libra kishë edhe 1 libër për historinë e Skënderbeut, të marrin Barleti kopje originale në shosh. Dhe 3 kopje ka thonë, 1 për Betin, 1 për Pal Berishën, 1 ka përfirmuar Vatikan që unë e kam publikuar, kopjen e Vatikanit, dhe a i ka shkuar atje në Shkup, në ndërgjes dhe prezente dhe ka majt ditar për nga presin që është bon, është një histori shumë të bukur, 320 faqe, e bleva 88 euro në Vatikan, e transkribova, e votova, e korrigje prap Antonin Berisha, sepse a i kishtë dëshirë të mundësi, dhe kena votuar edhe kjo është një libër midis tjera, për shembull, a kjo ka qurë e votuar, vjenë si a kanë votuar, ata kanë qurë Vatikan, Vatikan e kanë bërë të një rafë, që se kanë prejkë me dorë për 155 vjetë, dhe zbuluar për shembull për familjen Curi. Nuk e dinim që Baran Curi ka pas dhe një xhaxha. Ne, dokumentat osmane nuk i gjetëm, i kërkuam edhe në Stamboll dhe në Shkup, gjendjen civile Gjakovës dhe nuk e gjetëm se qysh është familja Baran Curi. Dim që gjyshi ka lënë Cura i dha që e kemi dokumentin e kishës, por për babën e për tjerë nuk kemi, dhe te këtë dokument, priti ka shkruar që Baran Curi kishte baba i shaqir Curin dhe kishte edhe një xhaxha. Ne ka dhënë një informacion që nuk e dinim, dhe ne ka dhënë shumë informacione dhe ka qenë, thuhet, unë e thuhet, po bëj këtë libër, thuhet, kam 25 vjetë që kam një nga Italia, thuhet, tani thuhet, nene jam thuhet, hajlashi kje kucit për shkruaj italisht, thuhet, unë përshkruaj sa gjë dhe që se bëj kamime, po ju betohem se të thëmë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Dhe e ka thënë të vërtetën. Baraktar i Goshin, Baran Rustemi, i Baraktar i Goshin në Kosovë, në Ratjen. Është dekoruar nga Papa për qëllimin konstruktiv dhe të drejtë që ka majtë ndaj katolikëve. Dhe kjo ka fuqë edhe ekstremitetin e turmave, edhe punën brillante të personalit e çonë. Është një libër që ja ka vlerë për historinë për ata që merren me historinë. Tani, unë jam 70 vjeç, në 71, kam 200.000 pagë dokumenta. Tisha në nëmëri 100 vjetë në bibliotekën tonë. Asë nuk përndoj, por do bëtoj sa të mundën dhe më të para që do bëtoj të mëzërën për Kosovër, pasaj qatë të projnë. Faleminderit. Falenderoj Markun, sigurisht në edhe ne me thuj ju uroj 100 vjeç, të ketë mundësi edhe për ne edhe për familjen e tij. E me porosit Markut sigurisht në respektojnë që këni mua dhe kohën të uqmuar, kush dëshërën të thot në një fjallë, mikrofoni dhe tjetë i hapë. Është në vizit. Në vizit ishtë është të Markut. Është të vizit. Për fatin e mirë, unë e kam vëzuar dhe prezentër. Jem adherus i punës. E kam qytë njërë më skrupulës si jem në pastëris. I rështet, i jetë, fatë. Parë kam qenë sa të operacioni, se kam të dhjë. U operova me kërministrin në reta një ty. I rëj faqë në i jetë, gjithë njëratë. Për ne, në shfëndarët e ti, për dherën në gjeshirën. Për është samanët, nërë për një kërë. Respektive. Jam Andrea Lukani, krye redaktor i Gazetës së Rënjët. Desha të flas për një aspekt tjetër të punës së Markut. Përveç se ka 20 vjet që është një nga bashkëpunëtorët kryesor të Gazetës së Rënjët, po është edhe sponsori kryesor i saj. Për këtë desha ta falenderoj. Kaq që. Muharrem Mezini, në emër të një grupi shokëve, nga Kuksi,
kaluma. Nga të treva do të ndillafe për marrë panike. E këm njohë para 20 vjetësh si inxhinier në fushën e mekanikës e transportit, i cili qish atëhere me intuitën e tij, me punën e tij, kishte boremën dhe ishte borinjohë. Po tani, pas 20 vjetësh, sot po e njoh si një studius prap mbi tokë edhe nën tokë në përpëndrumet akademive të institucioneve ndërkombëtare për zbuluar gjevahiret e panjohura për Shqipërinë. Ne tu janë shumë personalitetet ndryshme nga fusha e shkencës e akademive e tjera, por ne ndjehemi krenar shumë për faktin sepse një personalitet i tillë pa ndonjë histori të gjatë në fushën e shkencës të studimeve të tjera, sot militon dhe rezulton një nga më të njohurit edhe më me vlera dhe si një shembull model për të ndjekur, jo vetëm nga persona të veçantë, por dhe nga institucionet të ndryshme të shtetit shqiptar. Ndaj unë në këtë rast, i uroj 70 vjetor, marrë, qofshin të nderuar si familje, së bashku, me miqt e me shokët. Të uroj sukses e nderuar edhe bashkë. Vetëm shkurt do flasë, ndoshta jam i fundit që duhet Krisja ta merrja fjalën, për shkak se nuk jam i fushës, por dhe kam një konflikt interesi se kemi një përshtim. Ajo që do të thoja përveç vlerave që u përmendën këtu është që Marku përveç pasionit të jashtëzakonshëm ka ngritur dhe problemin e vazhdimësisë. Të vazhdimësisë sepse praktikisht njerëzit që merren me këto kanë një moshë relativisht të pjekur edhe që i urojmë të gjithë dhe kemi jetë sa më gjatë, por ajo që është e rëndësishme që Marku e ka ngritur dhe në intervistat është vazhdimësia që duhet ketë në institucionet arsimore shqiptare për të përgatitur njerëz të jenë të aftë, kompetent për ta vazhduar këtë punë, sepse materiali është aq sasior dhe padyshim margaritar dhe i çmuar për historinë e vendit tonë, saqë do duhen ndoshta vjetra dhe qindra të rinj që të përfshihen në studime të kësaj natyre për të sjellë këto thesare në Shqipëri. Dhe Marku këtë e ka ngritur me forcë, nganjëherë keq kuptohet në qëndrimin e tij se duket sikur po bën kritik, por është thjesht një që është në koherencë me pasionin dhe dashurinë. Marku është një patriot dhe pikërisht puna e tij është e lidhur i ka rënë tek patriotizmi i tij që do të sjellë dokumenta të jashtëzakonshme që kanë vlerë për historinë e Shqipërisë. Unë i uroj jetë të gjatë edhe është një shembull i jashtëzakonshëm për të rinjtë që do të vazhdojnë studimet në këtë drejtim dhe që duhet, si thua, kemi edhe ne si vend i krahasuar si stot Marku me Kroacinë e tjerë që kanë investuar, kanë dhënë buxhete, kanë bërë me xhepin e vet në një kohë që shteti duhet patjetër të bërë burime financiare për ta zhvilluar dhe për të përkrahur këtë studim. Faleminderit. Tani, unë jam një ato që e njoh Markun më herët se gjithë ju, sepse e kam pas në zonës në shkollë mesme. Unë kam dhënë fizikë në Durrës për e qenë në shkollë mesme dhe të them që në atë kohë që manifestohet ca veticë të çuditshme, kështu se ndërsa unë punoja në laborator në fizikës, ky ma vonte çorap gjithë laboratorit sepse ishte një nxënës i mirë, po unë e leja me besim që të rregullonte përgatitjen e punës të laboratorit. Dhe kur vija unë gjeja e ma kishte gabruar gjithë. Do të them që ishte një njeri që këmbulte për të arritur diçka dhe ka treguar veten me kohë ky njeri. Ky ka një vrull të jashtëzakonshëm që unë rrallë dhe shoh, ka një vullnet dhe një skrupulozitet në punën e tij që është i çuditshëm vërtet. Kështu që unë uroj gjithë mirët familjes vet, uroj 70 vjetore të Markut
Edhe të ketë suksese dhe të brulli ti të mos ndalet asnjëherë se ky do na sjellë fshisha do na sjellë më tutje. Do të libër faktë. Do fotë. Po, bëhet fjalë 55 vjet përpara, jo. Ka disa veçori të veçanta, edhe profesorët të Mark Pernika është një krye familjari mrekullues. Është një burr që flet më shumë se askush për zonën më të mirë më krenore Pernika i mrekullues. Ka një grua të mrekullueshme që ka shtyllë dhe fuqishme, që ja ka rrit vlerat Mark Perniks dhe ndoshta edhe gjithë zonës së Pernika i mrekullues. Ka djemra të mrekullueshëm që nuk i ka kush më si në Gjakovës, prandaj kjo ka letë për të botuar, e ka letë për shtruar, e ka letë për të parë gjithë. Dhe një fshazon në mirë që të një Përshëndetje, jam Skënder Strica, në profesor piktor, ju më thonë që da piktorit. Jam mik i familjes Pernikaj në përmjet Sokolit, vëllë vogël. Duke qenë mik i familjes, sigurisht ka marrë vazhdimisht librat e Markut në dorë, i kam lexuar aq sa kam pas mundësi, dhe kam kuptuar se kena një aset kombëtar, jo një njeri që ka vënë në një motorë në të zona ku nuk ka qenë kollaj të shkollosh edhe të bash të ditur si që është marrë. Kur mora ftesën para 2 ditë për të marrë pjesë këtu, thash sa mirë. Me gjithë këtë punë, me gjithë këtë mund, Marku ka pasur të pranu antare Akademinë e Shkencave. Sot e më vetë është që ashtë ka të fjalë, më dhe ndalume, për të njëri i meriton tjetë. Duke që thënë duket profesor meritoni që Marku nuk ka frena. Po kush ma mirë se sa Marku i një sistemi të frenimit? Si ka mundësi të jemi si nuk frenon? Si duket ky s'di mes në për rrugë e mushta, por vetëm në autostradë ku frenat pothuajse janë pa përfitshme. Faleminderit. Ju uroj Më lejoni që në emër të familjes Pernika, ju falenderoj gjithë që ishit këtu, besoj një jam të të mrekullueshëm dhe shpresoj të jam të të edhe më i madh të detyrohen Markut, që të na sjellë ato çfarë ne kërkojmë dhe kemi mbillur që Marku më ndani. Se vjen nga krahina që fjala e Allahut është diçka e shenjtë. Ju falenderoj gjithëve në obor të tim një koktejl. Po, të afro nga familja Pernika. Të rrimë të sbashkët edhe sa kemi mundësi të koktej që të mërojnë në numër telefoni, në kartëzine, në qanë, mos të largojnë pa pina e kafes e si. Ju falenderoj gjithë.
Thank you.